Bozdo ka kërkuar fjalën për procedurë. Ja, të mbaroj zoti Bozdo se ka 1 orë që ka kërkuar fjalën dhe do të... Po mirë më kolegu juj është më buri dhe po ullu të flasi dhe do flasësh ti. Si që bëm dhe më tjerët për para, duronë më ndur. Faleminderit. Mundëm? Faleminderit. Duhet të tregoj vetëm për të kuptuar diferencën e madhe të trajtimit standardeve mjedisore dhe ndjeshmërinë që kanë qeverit për standarde mjedisore, më lejoni të kujtoj vetëm një rast. Bëj fjalë për bypassin e Fierit, i cili u zbulua që nëse do zbatohej sipas projektit origjinal, do të prekte shpendët në Nart, Pelikanin Kaçurel, Karabulakun e Zi. U vonua nga qeveria Berisha 1 vit e gjysmë zbatimi i këtij projekti vetëm e vetëm që të mos preke Narta. U ndërtuan 2 ishuj me kostot projektit që të nidifikonte Pelikani Kaçurel atje. Ky është standardi evropian i kësaj qeverie, qeverisë tonë. U vonua vepra. E rëndësishme është që u shpëtua mjedisi. Për gjithë ata që janë dashnor të mjedisit, dhe për fat mirë refuz vetëm dhe në këtë kategori, një gjë duhet kujtoni. Dëmi që i ka bërë aeroporti Vlorës, Nartës dhe gjithë ekosistemit është i pakrahasueshëm. Është një dëm i cili do rëndoj gjatë mbi Nartën. Vetëm për arsye babzie, vetëm për arsye hajdutrie, u bë ajo gjë. E keni ndorë ta ktheni. Jo aeroportin, se aeroporti u betonizua, u kuptua dhe se si po shkon. Po keni ndorë të ktheni ligjin për investime strategjike. Si është coptuar jugu, si është bërë Bregdeti jugut, e keni parë ndonjëherë se kundërtohet, i betonizuar i tëri. I betonizuar, i shkatruar, dil nga deti të kuptosh, është bërë si hoje blete, i betonizuar i tëri. Kush e bëri këtë? Ne në opozit apo ju? Keni ndorë të tërhiqni të gjitha ndryshimet e kërkuara nga Parlamenti Evropian për ligjin për zonat e mbrojtura. E keni ndorë, bëjeni, keni amendimet e zonjës tu. Bëjeni, tregoni që nuk keni ata që qëndronin mbrapa këtyre gjërave. E keni ndorë. Ju e keni votuar, ju mund ta ktheni dëmin mbrapsht. Keni ndorë, mos betonizoni Llamanin. Keni ndorë, mos betonizoni Farkën. Keni ndorë, mos betonizoni Tiranën. Se flasim këtu për Nartën, po harroni që gjithë Shqipëria betonizohet. Nga veriu deri në jug, është shkatruar Shqipëria nga betonizimi. Se s'kemi ku i çojmë lekët e parave të pistra. O do t'i betonizojmë gjithçka që kemi, o s'ka. Kjo është jeta. Jeta është bërë e padurueshme për ne në Tiranë dhe për ata në jug. E flisnim pastaj për turizëm, flisnim për mjedis, flisnim për standarde, dhe s'keni ç'bëni, dhe gjithë ata që dalin protestojnë atje, i bëni grek, i bëni serb, i bëni till, i bëni atill. Keni ndorë, tregojeni me veprimet tuaja që jeni kundër kësaj çmendurie dhe babëzie. Zoti Balliu, për replik. Nderuar drejtuese e seancës, replika jepet me njerë se çfarë ndodh, se këta nuk rrin gjatë, këta ikin dhe janë bathin. Se ky është problemi në këtë seancë, që t'i kthenim përgjigje zotris, i cili na akuzon ne për dështimet e veta, për dështimet e kësaj qeverie. Ati zotris atje, ne duhet t'i bëjmë disa pyetje. Këtë operacion, kush e ka drejtuar që çohen shqiponjat për raste kaq të rrezikshme? Këtë operacion atje, kush e ka urdhëruar kur për çështje kaq problematike çohen forcat speciale, ndërkohë ky çon shqiponjat, miq që s'ka çuar policinë rrugore? Për cilën arsye? Dhe këta që na e kanë merak efektivët e policisë, e kuptoni që efektivët e policisë po japin jetën për 600-700.000 lekë muj që ja u jepni ju? Pse nuk flisni për këto, sa herë kemi gritur këtë seancë? E kuptoni se për çfarë po sakrifikojnë jetën njerëzit? E kuptoni me çfarë po përballen njerëzit? Dhe për çfarë po vdes sot policia e shtetit në për aksionet? Për çfarë? Sepse bëjnë pazare ministrat, qeveria me kartelet e drogës. Dhe ndërkohë që ju bëni pazare,
efektiv ndershëm policisë po japin jetën në përballje me drogën. Dhe vjen këtu dhe na bën dhe moral. Dhe nuk qëndron se duhet iki se nuk përballet dot me të vërtetën. Se lexon atje çai shkruan ai dhe kur nuk di ta lexoj thot dit për jashtë se as nuk di të lexosh. Atëherë, zoti Klliçi për replik dhe i fundit zoti Spahia për procedurë. Shiko, edhe një herë t'ju sqaroj, ju lutem, uluni. Mirë, një minut, zoti Strazimiri. Jo, të sqaroj unë, vetëm uluni dhe të flasim normalisht me njëri tjetrin. Zoti Vëngu, zoti, ju lutem, doni të bëjmë një bilanc sa kanë folur këtej dhe sa kanë folur këtej. Atëre, zoti Strazimiri, zoti Strazimiri, ka mundësi t'ju sqaroj për rastin e kolegut Vëngu? Ishte i regjistruar për të folur. Mori fjalën për procedurë. Ju lutem, zoti Strazimiri, jo, zoti Strazimiri, ju lutem, më dëgjoni me vëmendje. Zoti Vëngu ishte i regjistruar për procedurë dhe e mori fjalën pasi zoti Berisha e përmendi dhe e mori për replikë. Ju lutem. Asnjërit nuk ja kam dhënë asnjërit. Bëjmë një bilanc sa kanë folur nga ana juaj dhe sa kanë folur nga posja. Ju lutem uluni. Zoti Klliçi, keni fjalën për replikë. Ç'a kërkoni? Zoti Strazimiri, ç'a kërkoni? Po nuk kam bërë replik. Nuk ka bërë, o zoti Strazimiri. Ju lutem qetësoni. Zoti Strazimiri, një moment. Zoti Vëngu e kishte fjalën për procedurë. U përmend nga zoti Berisha dhe e mori për replik. Ju lutem uluni. Po e kishte për... Ju lutem. Okej, mirë. Okej. Kontende. Mirë. Zoti Klliçi, kishte fjalën për replik. Zonja drejtuese e seancës, keni nuk në mënyrë të çuditshme që kur ka nisur kjo seancë, vetë keni bërë lëmsh të gjithë situatën, duke mos e zbatuar rregulloren për njërin palë dhe duke toleruar një palë tjetër. Tani vetë keni mbritur në këtë pikë. Kështu që nuk ju prish asnjë punë, se edhe zoti Strazimiri të ketë drejt në replikë, sikundër ja dhat qoftë Piro Vëngut, qoftë deputetëve tjerë. Kështu që nuk ju prish punë se jepni dhe 2 minuta replikë. Tani, ajo arsye përse unë doja të flisja ka të bëjë me qëndrimin e ministrit brendshëm. Foli për show, foli për spektakël, foli për hipokrizi. Njeriu që në fakt gjetit vetëm në mënyrë sot për të mos u përballur me interpelancën e kërkuar nga deputetët e opozitës dhe me Klevisin, nuk e dija që nuk e përballonte dot interpelancën me Klevisin, por gjetit vetëm në mënyrë për t'ik nga seanca. Unë sot mora vesh që ky që ka mjek, sepse tha, unë do ikin në spital, të interesohem për gjendjen shëndetësore të efektivit, a thu se do iki ky, të bëjnë një ndërhyrje, vetëm për të mos u përballur me faktet dhe provat që do t'i bëheshin publike përballë në interpelancë. Tani, ai njeri nuk dha përgjigje. U pyet si ka mundësi që u dërguan sot efektivët e forcave shqiponja për të ndaluar dhe arrestuar një njeri me precedent të thellë kriminal. Dhe u dërguan 2 djemtri. Si ka mundësi forca speciale që i përdorni për çdo ndërhyrje, nuk u përdorën këtë rast. Nuk dha dot përgjigje, çoi 2 djem të ri pa eksperiencë, pa mjete mbrojtëse, pa pajimet e duhura, pa jelek antiplumb dhe njëri u mor në qafë sot. Njëri u mor në qafë. Tani ai duhet të qëndronte këtu për këtë arsye, për të dhënë shpjegime, për ta shtëruar këtë bisedë edhe për të përballur një interpelancën me opozitën dhe me deputetët e opozitës. Tani si do justifikoni ju në rregullore, si do justifikoni? E tha vet ai ika more. Ore tha ika. Tha nuk qëndroj more, ika tha. Tha vet ika. Zoti Spahia i fundit për procedurë.
Ja fjala për ju. Zëja drejtuese e seancës, pari dëshiroj të filloj me një shprehje të ngushëllimit për policin i cili humbi jetën sot në krye të detyrës, ngushëllimet e mia për familjarët, miq, dashamirësit, por edhe një urim për kolegun e tij i cili u plagos dhe është në trajtim mjekësor. Në fakt, është skandaloze të shohësh se si policët, shërptorët e shtetit shpeshherë gjenden të luftojnë krimin, të tradhtuar nga njëherë nga pafësia e prërëve tyre, apo akoma më keq edhe nga lidhjet e prërëve dhe të përfaqësuesve të shtetit shqiptar me krimin, i cili shpeshherë në vend që të mbrojë policët i tradhton dhe mbështet krimin. Pika tjetër e cila mendoj se është e rëndësishme për të diskutuar është mungesa e vazhdueshme e kryeministrit të Shqipërisë sa herë, sidomos ka kërkesë për interpelancë dhe do duhet të ishte këtu për t'i dhënë përgjigje pyetjeve dhe interesimit të kolegëve deputet dhe detyrimin që ka ai për transparencë ndaj opinionit publik dhe qytetarëve shqiptar. Në fakt nuk është rastësi, është një mënyrë tashmë konstante e kësaj magjorance për t'ju shmangur përgjegjësisë qytetare për të bërë transparencë. E njëjta situatë, në të njëjtën situatë u gjendëm edhe 2 ditë më parë në Komisionin e Shëndetësisë, zonja drejtuese e seancës, ku ishit prezent edhe ju. Në atë seancë të Komisionit Parlamentar kërkuam me forcë prezencën, thirrjen e Ministres së Shëndetësisë për të dhënë sqarime për opinionin publik dhe interesin e jashtëzakonshëm të qytetarëve shqiptar për një urdhër skandalos të turpshëm që ai institucion ka nxjerrë nëpërmjet zëvendësministres. Një urdhër i cili parashikon mbulimin e shpenzimeve për persona transgjinor dhe nuk jep asnjë sqarim se pse do duhet të përfshihej në këtë urdhër kufiri i moshës 14 vjeç për pacientët, nuk jep asnjë sqarim mbi çfarë bazash dhe studime shkencore është realizuar ai urdhër, nuk ka bërë asnjë konsultim me grupet e interesit, urdhrin e psikologëve, të mjekëve dhe të farmacistëve, nuk jep asnjë sqarim mbi impaktin ekonomik që do të ketë ai urdhër tek sistemi shëndetësor, a do t'i hiqen fondet shërbimeve jetë shpëtuese siç është spitali onkologjik apo jo, për t'u dërguar tek mbulimi i shpenzimeve për trajtimin hormonal të Faleminderit, zoti Strazimiri për replikë.